Qyteti i Durrësit ishte ndalesa e radhës e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili zhvilloi takim me punëtorë të një biznesi fasoneri. Kryedemokrati tha se në vendin ton, biznesi po shkatërrohet për shkak të parave që vijnë nga bota e krimit. Një bord i veçantë do të ngrihet për të monitoruar lëkundjen e kursit dhe për ta kompensuar për çdo sipërmarrës. Gjersa ne me gërshërët e ligjit t'ja u presim rrugën dynjes të kokainës dhe parave të kokainës, për të cilat nuk ka nevojë. Ekonomia shqiptare ka nevojë për prodhim. Teksa akuzon Ramën si përgjegjës për largimin e të rinjve, zbulon formulën e Partisë Demokratike për të populluar vendin. Për fëmijën e tretë, nga lidhja deri në moshën 23 vjeçare, do marrë përsipër çdo shpenzim qeveria. Pra, kjo politikë e fëmijës tretë i ka shpëtuar kombet në histori. I ka shpëtuar nga zvoglimi i tyre i madh. Synimi kryesor i programit të Partisë Demokratike është rritja e pensioneve dhe pagave. Ne do bëjmë një ndarje të drejtë të buxhetit, duke rritur pensionet, duke rritur rrogat dhe u siguroj se mbeten përsëri për të ndërtuar rrugë, për të ndërtuar infrastrukturë. Ironizon bashkëbisedimin e kryeministit Rama me qytetarët në rrjetet sociale, ndërsa thotë se ai e ka çdo ditë 1 prill, duke u referuar ditës së gënjeshtrave. Del çdo mëngjes dhe flet me vete në një monolog se thotë se po flas me qytetarët, asnjë prej tyre se qytetari i shpik vet, i krijon vet. Sot e ka ditën e tij. Po problemi është se ai çdo ditë e ka 1 prill. Vetëm një gjë, sa herë ta dëgjoni, kujtoni 1 prillin se është dita e Edi Ramës. Solli shembull se si kreu i qeverisë, sipas tij, ka abuzuar me taksat e qytetarëve. Është një hotel këtu që ndërtohet, në xham i tëri, 20 katësh. Dolja punojësja që punonte aty tha ky është i Lali Eri në telefon. Po ato ditë punojës nga hoteli, nga ndërtimi, më informuan se aty është aksioner dhe Olsi Rama. Po që Olsi është Edi Rama. Berisha vizitoi edhe një familje të prekur nga tërmeti 26 nëntorit 2019, nga ku akuzoi kryetarin e Bashkisë së Durrësit për diskriminim politik dhe vjedhje të parave. Diskriminim politik i egër në stilin e një narkodiktature, është demokrat dhe i grabisin shuma që i takon. Sako është një gjush me pandollona. Madje edhe më mëkatare se vetë gjushi. Berisha kërkoi votën e qytetarëve të Durrësit, duke thënë se ndërshkimi i Partisë Socialiste më 11 maj është goditje kundër korrupsionit në vendin tonë.